Me u fol herojve të gjallë të kësaj toke dhe kë padyshim që është privilegj i veçantë. E kemi amanet prej liderëve tonë historik, prej presidentit Thaçi, kryetarit Veseli Jakub Krasniqit. Na me 12 orë do e çojmë mesazhin se Drenasi nuk kthehet. Është gjithmonë emocion i veçantë, po edhe nder i jashtëzakonshëm qëndrojnë mesin e burrave dhe grave të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të brezit të ardhë dhe më të suksesshëm në historinë e popullit shqiptar. Me qëndru para jush, është sikur me qëndru para historisë, me i fol historisë, me u fol herojve të gjallë të kësaj toke dhe kë padyshim që është privilegj i veçantë. Prandaj, para zgjedhjes, ju jemi mirënjohës për jetë, për kontributin tuaj e sakrificën e jashtëzakonshme e të pakrahasueshme për lirinë dhe shtetin tonë. E në të njëjtën kohë, me fol para jush është gjithmonë më e lehtë. Sepse e di që po i flas kategorisë e cila më mirë se kushdo tjetër e din çka është besa, edhe çka është betimi. E din çka është guximi edhe vizioni për të ardhmen. E din çka është uniteti edhe puna e përbashkët ekipore, po e din çka është leadershipi edhe çka është shteti. Shumë të dashura familje të dëshmorëve, invalid, veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Asnjëherë në jetën time nuk kam qenë më i përmbushur se sot. Kjo është dëshmia më e mirë sepse kur dëm ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, askush nuk mund ta vej. Faleminderit secilit për pjesëmarrjen tuaja kaq masive në këtë takim. Nuk thuhet kot që e tërë filozofia qenit i lirë nuk është asgjë tjetër vetëm luftë për liri. Prandaj, ju ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës e keni kuptuar drejt, sepse pa rrogë pushten Serbia nuk e këprektuhet. Prandaj, u bot bashkë e shtirut Kosovën dhe kallëzut Serbisë, sepse këto nuk ka vend. Faleminderit për gjithë angazhimin tuaj që e keni pasur gjithmonë edhe gjatë luftës. Kryetari i partisë Memli Krasniqi, Partia Demokratike e Kosovës Drenas është e madhe, është e pathyeshme, sepse e ka mbështetjen e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe askush nuk mund ta thejë dhe Drenasi ka Mehmet bastion i pathyeshëm i Partisë Demokratike të Kosovës. E kemi amanet prej liderëve tonë historik, prej presidentit Thaçi, kryetarit Veseli Jakub Krasniqit. Na me 12 orë do e çojmë mesazhin se Drenasi nuk kthehet.